Një vilë fsheh sekrete pas fasadës së saj të përsosur. Një vajzë e re dëshmon të vërteta që do të ndryshojnë jetë përgjithmonë. Pushteti dhe paraja nuk munden gjithmonë të heshtin guximin e dikujt që vendos të flasë. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Dielli i pasdites filtronte përmes xhamave me ngjyra të vilës, duke krijuar reflektime të arta mbi mermerin e lëmuar të hollit kryesor. Lulieta po rregullonte aranxhimet e luleve për të tretën herë atë ditë, me gishtat që i dridheshin lehtë ndërsa ripoziciononte orkidet e bardha. Në moshën 17 vjeçare, ajo njihte tashmë çdo qoshe të asaj prone gjigante në periferi të Tiranës, çdo korridor të heshtur, çdo kopsht të krahasitur në mënyrë të përsosur. Ishte rritur aty, e padukshme si një hije, duke vëzhguar një familje që jetonte në dritat e projektorëve të shoqërisë së lartë. Lulieta, peshqiret e dhomës kryesore duhen ndëruar, tha e ama, Drita, duke dalë nga kuzhina me një përparse të panjollë. Drita Berisha punonte për familjen Gashi prej 15 vitesh, që kur mbeti vejush dhe ju desh ta rriste vajzën e vetme. Vila ishte bërë jo vetëm vendi i saj i punës, por shtëpia e saj, streha e saj dhe, në një farë mënyre, burgu i saj i ardh. E reja pohoi me heshtje, duke u ngjitur shkallëve prej mermeri që të çonin në katin e dytë. Hapat e saj ishin të lehtë, pothuajse si të maces, një aftësi e zhvilluar gjatë viteve për të mos shqetësuar pronarët. Teksa kalonte pranë bibliotekës, dëgjoi zëra që vinin nga zyra kryesore. Ishte Arben Gashi që po diskutonte për punë në telefon, zëri i tij i trash u shtonte nëpër shtëpi me autoritetin e dikujt që ishte mësuar të bindej. Nuk më intereson se çfarë ofron konkurrenca, e dua atë kontratë të nënshkruar deri të premten, thoshte ai, duke goditur me gishtat e paduruar mbi tryezën prej drurit të mahunit. Arbeni ishte një burr rreth të 45-tave, i gjatë, me flokë të përhitur e të krejur në mënyrë të përsosur, gjithmonë i veshur me kostume të qepura me masë që kushtonin më shumë se sa fitonin shumë njerëz në një vit. Duart e tij ishin të mëdha, të forta, dhe Lulieta kishte vënë re gjithmonë se si ai përdorte ato për të theksuar pikat e tij gjatë bisedave të rëndësishme. Në anën tjetër të korridorit, përmes derës gjysmë të hapur të dhomës kryesore, Lulieta mund të shihte Teuta Gashin të ulur në karrocën e saj të personalizuar, duke parë nga dritarja që jepte nga kopshtet. Teuta kishte qenë dikur zonja më elegante e kryeqytetit, e diplomuar për letërsi në Universitetin e Tiranës, njohëse e 4 gjuhëve të huaja, një grua që drejtonte mbledhje dhe darka bamirësie me të njëjtën shkaftësi. Tani, në moshën 42 vjeçare, një sëmundje degenerative neuromuskulare e kishte gozhduar në karrocë, duke e shndërruar jetën e saj në një seri kufizimesh me të cilat ajo përballej me një dinitet të heshtur që të thyente zemrën. Mirdita, zonja Teuta, përshpëriti Lulieta, duke hyrë në dhomë me peshqiret e freskët. Teuta u kthye, dhe për një çast, sytë e tyre u takuan. Kishte diçka në atë vështrim, nuk ishte vetëm trishtim për gjendjen fizike, por një melankoli më e thellë, sikur ajo mbante një peshk të padukshme që shkonte përtej karrocës së saj. Lulieta, e dashur, u përgjigj Teuta me zërin e saj të ëmbël, që ruante gjurmët e edukimit të hollë të rinisë së saj. Si është nëna jote sot? Dëgjova se nuk ndihej shumë mirë dje. Kështu fliste Teuta gjithmonë me të, me mirësi të vërtet, me interes real. Ndryshe nga Arbeni, i cili mezi e njihte ekzistencën e shërbëtorëve, Teuta gjithmonë pyeste për jetën e tyre, mbante mend detaje të vogla, shfaqte një njerëzi që kontrastonte skajshmërisht me ftohtësinë e të shoqit. Është më mirë, faleminderit që pyetet, u përgjigj Lulieta, duke rregulluar peshqirët në banjë. A keni nevojë për diçka tjetër, zonjë? Teuta hezitoi për një moment, sikur donte të thoshte diçka më shumë, por vetëm tundi kokën. Jo, e dashur. Faleminderit. Lulieta po mbaronte rregullimin e banjës kur dëgjoi zërin e Arbenit që po afrohej. Ai hyri në dhomë pa trokitur, me telefonin ende në vesh, duke gestikuluar ndërsa fliste. Teuta u tensionua lehtë në karrocën e saj, një reagim pothuajse i padukshëm që Lulieta e vuri re vetëm sepse kishte mësuar të lexonte hollësitë e asaj shtëpie. Po, i kuptoj rreziqet, thoshte Arbeni, por her pas here duhet bërë presion për të marrë atë që duam. Ai e mbylli telefonin dhe u kthye nga e shoqja. Teuta, duhet të flasim për eventin e nesërm. Do të jenë të pranishëm gazetar të rëndësishëm. Shpreha e Teutës u mbyll edhe më shumë. Të kam thënë që nuk ndihem mirë për evente publike, Arben. Jo që kur. Që kur, e ndërpreu ai, zëri i tij mori një ton më të ashpër. Që kur vendose të fshihesh nga bota.
Teuta, ne jemi një familje publike. Kemi përgjegjësi, angazhime. Gjendja jote nuk mund të jetë një arsyetim për të braktisur detyrimet tona shoqërore. Lulieta ndjeu se ajri në dhomë u rëndua. Ajo mbaroi shpejt punët e saj, duke u përpjekur të bëhej edhe më e padukshme, por nuk mundi të mos vinte re se si duart e Teutës u shtrënguan mbi mbështetëset e karrocës, aq sa i dolën nyjat e bardha. Nuk është arsyetim, Arben. Është realitet, u përgjigj Teuta, me zërin që i dridhej lehtë. Më duhet kohë për t'u përshtatur, Për çfarë? E ndërpreu ai përsëri. Teuta, ti je në këtë karrocë prej 2 vitesh. Kur saktësisht mendon të ndalosh së ankuari dhe të kthehesh në gruan me të cilën u martova? Heshtja që pasoi ishte mbytëse. Lulieta ndjeu stomakun t'i rrotulloi tek dëshmonte atë mizori të maskuar si shqetësim. Teuta uli syt dhe Lulieta pa një lot të vetmuar që rodhi në faqen e saj përpara se ta fshinte shpejt. Po shkoj në zyrë, njoftoi Arbeni duke rregulluar kravatën. Shpresoj të kesh ndryshuar mendje deri nesër. Shtypi do të jetë aty dhe nuk mund të shfaqem vetëm përsëri. Kan filluar të bëjnë pyetje. Ai doli nga dhoma me të njëjtin autoritet me të cilin kishte hyrë, duke lënë pas vetëm jehonën e hapave të tij në korridorin prej mermeri. Teuta mbeti e palvizur për minuta të gjata, duke parë duart e saj në prerë. Lulieta mbaroi në heshtje punët, por përpara se të dilte, ju afrua karrocës së Teutës. Zonja Teuta, tha butësisht, nëse keni nevojë për diçka, vërtet për çfarëdo gjëje, mund të më thërrisni. Teuta ngriti syt dhe për një çast, Lulieta pa një mirënjohje të thellë në atë vështrim të lodhur. Faleminderit, e dashur. Je shumë e mirë. Kur Lulieta zbriti në kuzhinë, gjeti të ëmën duke përgatitur darkën. Drita po priste perimet me lëvizje të sakta, por Lulieta mund të dallonte tensionin në shpatullat e saj. Mami, a e dëgjove sherin atje lart? Pyeti Lulieta, duke u ulur në një stol anash banakut. Drita ndaloi së preri dhe pshertiu. Bia ime, në këtë shtëpi është vështirë të mos dëgjosh. Por mbaj mend çfarë të them gjithmonë, ne punojmë këtu, nuk jetojmë këtu. Ajo që ndodh mes tyre nuk është puna jon. Por mami, mënyra se si ai flet asaj. Lulieta, Drita e ndërpreu, duke u kthyer nga e bija. E di që shqetësohesh për zonjën Teuta. Të gjithë shqetësohemi. Por familjet e pasura kanë probleme të pasura dhe nuk është vendi ynë të ndërhyjmë. Puna jon është ta mbajmë këtë shtëpi në këmbë dhe këtë do të bëjmë. Lulieta pohoi, por një shqetësim po rritej në gjoksin e saj. Kishte diçka të gabuar në atë shtëpi, diçka që shkonte përtej problemeve normale të një martese. Ajo ishte rritur duke vëzhguar atë familje, duke mësuar të lexonte shenjat, tensionet e pathëna. Dhe kohët e fundit, këto shenja po bëheshin më intensive, më shqetësuese. Atë natë, teksa po rregullonte detajet e fundit të shtëpisë përpara se të tërhiqej, Lulieta kaloi përsëri pranë dhomës kryesore. Dera ishte gjysmë e hapur dhe ajo mund të shihte Teutën ende të ulur pranë dritares, duke parë errësirën e kopshteve. Drita e abazhurit krijonte hije të buta në fytyrën e saj, duke theksuar trishtimin që dukej se ishte instaluar përgjithmonë në tiparet e saj. Nga zyra vinte zëri i Arbenit në telefon edhe një herë, duke diskutuar diçka për kontrata dhe afate me padurimin e tij të zakonshëm. Lulieta kuptoi se, edhe pse ishin në të njëjtën shtëpi, çifti jetonte në botë plotësisht të ndara, ai në perandorinë e tij të biznesit dhe ambicieve, ajo në izolimin e saj të heshtur. Përpara se të shkonte në dhomën e saj në aneksionin e shërbëtorëve, Lulieta bëri një xhiro të fundit nëpër shtëpi, duke kontrolluar dyert dhe dritaret siç bënte gjithmonë. Kur kaloi pranë bibliotekës, pa Arbenin duke futur disa letra në kasafortën e tij private. Ai kishte një shprehje të tensionuar, shumë ndryshe nga arroganca që shfaqte zakonisht. Për një moment, sytë e tyre u takuan përmes xhamit të derës dhe Lulieta ndjeu një të dridhur të pashpjegueshme në shtyllën kurrizore. Kishte sekrete në atë vilë, sekrete që shkonin shumë përtej asaj që ajo mund të imagjinonte. Dhe në një farë mënyre, Lulieta e dinte se ishte gati të zbulonte të vërteta që do të ndryshonin gjithçka. Mëngjesi tjetër solli një trazir të pazakont në vilën Gashi. Lulieta u zgjua herët nga zhurma e kamionëve të dërgesave që parkonin në portën kryesore. Ishte dita e eventit të bamirësisë që kishte përmendur Arbeni dhe shtëpia do të shndërrohej në skenën e një prej festave më të rëndësishme të sezonit shoqëror në Tiranë.
Drita ishte në kuzhinë që nga ora 5 e mëngjesit, duke mbikëqyrur ekipin e cateringut që përgatiste aranxhime të ndërlikuara ushqimesh. Stafi shtesë i punësuar për eventin qarkullonte nëpër shtëpi duke mbajtur tavolina, karrige, dekorime të arta dhe aranxhime lulesh që kushtonin më shumë se një rrogë minimale. Lulieta, kam nevojë që ti mbash syt të zonja Teuta sot, tha Drita, teksa kontrollonte një listë të pafund detyrash. Me gjithë këtë lëvizje, ajo do të ketë nevojë për mbështetje shtesë. Dhe të lutem, qëndro larg zotit Arben. Ai është veçanërisht i irrituar këtë mëngjes. Sikur të ishte thirrur nga fjalët e nënës së saj, Arbeni u shfaq në kuzhinë si një uragan, duke gestikuluar në mënyrë dramatike teksa bërtiste në telefon. Si do të thotë që banda nuk mund të vijë? Kam paguar një pasuri për ata muzikantë. Ai e mbylli me dhunë dhe u kthye nga Drita. Drita, ku është gruaja ime? Duhet të flas me të tani. Është në dhomë, zotëri, por ende po përgatitet për. Nuk më intereson nëse po përgatitet të fluturoj në Mars, e ndërpreu Arbeni, duke u ngjitur shkallëve me vrull. Teuta. Duhet të flasim. Lulieta ndjeu stomakun t'i rrotulloi. Kishte një agresivitet në zërin e Arbenit që ajo nuk e kishte parë kur kaq intensivisht. Në mënyrë diskrete, ajo u ngjit shkallëve pas tij, e shqetësuar për Teutën. Dera e dhomës kryesore ishte e hapur kanat dhe Lulieta mund ta dëgjonte sherrin që nga larg. Teuta ishte ulur përpara pasqyrës, duke u përpjekur të vendoste tualet me duar që i dridheshin, qartësisht e nervozuar nga perspektiva e eventit. Arben, të lutem, mos bërtit, kërkoi Teuta, me zërin që mezi e fshite lodhjen. Të thash që do të vi në event, po përgatitem. Po përgatitesh. Arbeni qeshi me sarkazëm. Teuta, ke 3 orë në këtë dhomë. 3 orë. Të ftuarit fillojnë të vinë pas 2 orësh dhe ti ende dukesh kështu. Lulieta u mblodh kur dëgjoi tonin mizor të vërejtjes. Teuta uli buzëkuqin që mbante, sytë e saj u mbushën me lodh. Po përpiqem, Arben. Me të vërtet po përpiqem. Por është e vështirë për mua. E vështirë, shpërtheu ai. Teuta, a e di ti çfarë është e vështirë? E vështirë është t'i shpjegosh gjysmës së botës pse gruaja ime është mbyllur si vetmitare. E vështirë është të mbajmë imazhin ton kur ti refuzon të bësh mundimin më të vogël. Mundimin më të vogël? Zëri i Teutës u ngrit, një zemërim i shtypur më në fund gjeti shprehje. Arben, unë zgjohem çdo ditë duke luftuar për të lëvizur gishtat e mi. Kam nevojë për ndihmë për gjëra bazë që ti as nuk i imagjinon. Dhe ti mendon se kjo është mungesë mundimi? Arbeni ju afrua karrocës, fytyra e tij ishte e kuqe nga zemërimi. Unë mendoj se ti po përdor gjendjen tënde si arsyetim për t'u arratisur nga përgjegjësitë e tua. Përpara diagnozës, ishe një grua e fortë, e vendosur. Tani je thjesht patetike. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Lulieta pa Teutën të ngjitej plotësisht, sikur të kishte marrë një shuplak fizike. Lotët rridhnin lirshëm në fytyrën e saj, duke prishur tualetin që kishte vendosur me aq kujdes. Dil jashtë, përshpëriti Teuta. Çfarë the? Thash dil jashtë, bërtiti ajo, zëri i saj u shtoi nëpër mure. Dil nga dhoma ime tani. Arbeni bëri disa hapa pas, i befasuar nga reagimi. Për një moment, u duk se donte ta vazhdonte sherrin, por pastaj tundi kokën me përbuzje. Ke një orë kohë për t'u rregulluar siç duhet. Një orë, Teuta. Mos më zhgënje më shumë se sa më ke zhgënjur. Ai doli duke e përplasur derën me aq forcë sa kornizat në mur u drodhen. Lulieta priti disa minuta përpara se të trokiste butësisht në derë. Zonja Teuta? Mund të hyj? Hyr, e dashur, erdhi përgjigjja e mbytur. Lulieta e gjeti Teutën të mbështetur mbi komodin, duke dënësuar në heshtje. Pa thënë asnjë fjalë, e reja shkoi në banjë, lagu një peshqir të butë dhe u kthye për ta ndihmuar Teutën të pastronte fytyrën. Ai nuk duhet t'ju fliste ashtu, tha Lulieta butësisht, ndërsa hiqte me delikatesë mbetjet e tualetit të prishur. Teuta ngriti syt drejt pasqyrës, duke takuar vështrimin e Lulietës. Nuk e kupton, Lulieta. Unë vërtet jam bërë një barë. Më parë, unë organizoja evente si ky, drejtoja ekipe, merrja vendime. Tani mezi mbaj një buzëkuq pa u dridhur. Ju nuk jeni barë, tha Lulieta me vendosmëri. Ju jeni një grua që po përballet me një situatë të vështirë.
Kjo nuk ju zvogëlon si njeri. Teuta buzëqeshi përmes lotëve. Si mund të kesh kaq shumë mençuri në moshën 17 vjeçare? Jam rritur duke vëzhguar, zonja Teuta. Kam mësuar të shoh për te i dukjes. Për një orë, Lulieta e ndihmoi Teutën të përgatitej për eventin. Zgjodhen një fustan blu të errët që nxirrte në pas sytë e saj, vendosën një tualet të lehtë por elegant dhe i kapën flokët në një topuz të sofistikuar. Kur mbaruan, Teuta ishte e panjohshme, jo vetëm e bukur, por rrezatuese. Faleminderit, e dashur, tha Teuta, duke i shtrënguar dorën Lulietës. Nuk e di çfarë do të bëja pa ty. Të ftuarit filluan të vinin saktësisht në orën 6 të pasdites. Elita e kryeqytetit parakalonte nëpër kopshtet e vilës, gra me fustane shumë të shtrenjta dhe burra me smoking, të gjithë duke u hequr sikur nuk po vlerësonin njëri tjetrin ndërsa pinin shampanjë franceze. Lulieta qarkullonte mes të ftuarve duke shërbyer ushqime, e padukshme si gjithmonë, por duke vëzhguar gjithçka. Pas se si pritej Teuta, disa me simpati të vërtet, të tjerë me atë mëshirën e sikletshme të dikujt që nuk dinte se si të vepronte përpara gjendjes së saj. Arbeni, nga ana e tij, ishte në elementin e tij. Qeshte fort, tregonte histori, shtrëngonte duart dhe pozonte për foto me shkaftësinë e dikujt që ishte mësuar të ishte qendra e vëmendjes. Por Lulieta vuri re se ai e mbante Teutën gjithmonë në periferi të bisedave më të rëndësishme, duke e prezantuar të ftuarit vetëm kur ishte e nevojshme. Arben, gruaja juaj duket e mrekullueshme sot, komentoi një grua me flokë të përhitur, qartësisht një zonjë me ndikim në shoqëri. Si po ja del ajo me situatën? Teuta është një luftëtare, u përgjigj Arbeni me një buzëqeshje që nuk i arrinte të sy. Ajo më ka befasuar me forcën e saj. Jemi të sigurt që së shpejti do të marrë pjesë aktive në shoqëri përsëri. Lulieta pa Teutën të tensionohej tek dëgjonte fjalët e të shoqit. Ishte sikur ai po shiste një fantazi, duke premtuar një të ardhme që mjekët kishin thënë tashmë se ishte e pamundur. Rreth orës 8 të mbrëmjes, një gazetar i njohur iu afrua çiftit. Lulieta njohu besnik shalën, një reporter i famshëm për intervistat e tij zbuluese me njerëz publik. Zoti Gashi, ka zëra se kompania juaj po përballet me disa vështirësi financiare. Si u përgjigjeni këtyre pretendimeve? Buzëqeshja e Arbenit u lëkun për një fraksion sekonde. Zërat janë saktësisht kjo, besnik. Zëra. Kompania ime nuk ka qenë kur më e shëndosh. Po sa u përket komenteve se jeni parë shpesh duke u takuar me investitor japonez? A ka ndonjë negociat në zhvillim? Ne gjithmonë eksplorojmë mundësi zgjerimi, u përgjigj Arbeni, zëri i tij mori një ton më mbrojtës. Kështu ndërtohet një perandori. Teuta po e vëzhgonte intervistën me tension në rritje. Lulieta, duke shërbyer pije pranë grupit, vuri re se Teuta dukej se dinte diçka që të tjerët nuk e dinin. Zonja Gashi, gazetari u kthye nga ajo, si jeni përballur me sfidat e gjendjes suaj? Perspektiva juaj duhet të ketë ndryshuar shumë. Teuta hezitoi, duke parë shpejt Arbenin përpara se të përgjigjej. Ka qenë një rrugëtim i vetënjohjes. Mëson shumë për veten dhe për njerëzit rreth teje kur përballesh me vështirësi. Interesante. Po ju, zoti Gashi, si e keni mbështetur gruan tuaj në këtë moment? Arbeni vendosi një dorë mbi shpatullën e Teutës në një mënyrë që dukej e dashur, por Lulieta pa se si gishtat e tij u shtrënguan me forcë të mjaftueshme sa ta bënin Teutën të mblidhej paksa. Ne jemi një ekip, besnik. Kemi qenë gjithmonë. Teuta e di që mund të llogarisë tek unë për gjithçka. Intervista vazhdoi edhe për pak minuta, por Lulieta nuk mund t'i hiqte syt nga shpreha e Teutës. Kishte diçka të dëshpëruar aty, sikur ajo donte të thoshte diçka, por nuk mund të gjente fjalët ose guximin. Pasi gazetari u largua, Arbeni u përkul drejt Teutës dhe i pëshpëriti diçka në vesh. Lulieta pa se si ngjyra u largua nga fytyra e Teutës menjëherë. Më falni, mërmëriti Teuta të ftuarve pranë, më duhet një moment. Ajo u drejtua drejt një zone më të veçuar të kopshteve, pranë pishinës, ku kishte më pak lëvizje. Lulieta, e shqetësuar, e ndoqi në mënyrë diskrete. Teuta ishte ndalur në buzë të pishinës duke parë ujin e ndriçuar. Duart e saj dridheshin dukshëm dhe ajo merrte frym në mënyrë të çrregull. Zonja Teuta, a jeni mirë? Pyeti Lulieta, duke u afruar me kujdes. Teuta u kthye, lotët rridhnin në fytyrën e saj. Lulieta, a mund të besoj? Sigurisht, zonjë.
Kam zbuluar diçka për Arbenin. Diçka të tmerrshme. Teuta pa rrotull për t'u siguruar që ishin vetëm. Kompania e tij nuk po përballet thjesht me vështirësi. Ajo është në prag të falimentimit. Dhe ai ka bërë gjëra që mund të na shkatërrojnë plotësisht. Lulieta ndjeu zemrën t'i rrite fort. Çfarë lloj gjërash? Ai ka përdorur emrin tim, trashëgimin time, për të garantuar kredi që nuk mund t'i paguaj. Dokumente që unë nuk i kam nënshkruar kurrë, kontrata që komprometojnë pronat që babai im më la. Të gjitha pa dijen tim. Por si ja doli ta bënte këtë? Teuta uli syt. Kur u sëmura, nënshkrova një prokur duke i dhënë atij fuqi ligjore për t'u kujdesur për çështjet e mia derisa të shërohesha. Nuk e imagjinova kurrë se ai do ta përdorte këtë kundër meje. Lulieta e përpunoi informacionin me tmerr në rritje. A u ballafaquat me të për këtë? U përpoqa. Javën e kaluar. Atëherë ai tha se nëse shkaktoja probleme, ai mund të vërtetonte lehtësisht se gjendja ime më bën të paaftë mendërisht për të marrë vendime financiare. Tha se do të më dërgonte në një klinikë të specializuar dhe do të merrte kontrollin e plotë të pasurisë sime. Pjesët e një puzleji të tmerrshëm filluan të bashkoheshin në mendjen e Lulietës. Agresiviteti në rritje i Arbenit, këmbëngulja për të mbajtur dukjen shoqërore, dëshpërimi i Teutës. Prandaj keni qenë aq e trishtuar, mërmëriti Lulieta. Ndihem kaq idiote, Lulieta. Kaq naive. I besova burrit që u betova ta dua derisa jeta të na ndante, dhe ai po më shkatërron në mënyrë sistematike. Ju duhet të kërkoni ndihmë. Një avokat, familjen. Me çfarë prove? Ai është shumë i zgjuar, Lulieta. Shumë i kujdesshëm. Dhe kush do të më besonte mua kundër tij? Një grua e sëmur kundër një biznesmeni të respektuar? Në atë moment dëgjuan hapa që po afroheshin. Arbeni u shfaq në zonën e pishinës, fytyra e tij ishte një mask irritimi të fshehur keq. Teuta, çfarë po bën këtu? Të ftuarit po pyesin për ty. Po merrja pak ajër të pastër, u përgjigj Teuta, duke fshirë shpejt fytyrën. Arbeni pa me dyshim Lulietën. Dhe pse shërbëtorja është këtu me ty? Ndihesha pak e turbull. Lulieta erdhi të shite nëse isha mirë. Hërmë. Arbeni nuk u duk i bindur. Lulieta, ktheu në punët e tua. Teuta, ti vjen me mua. Tani. Ai ju afrua karrocës dhe e tërhoqi me reptësi, duke e bërë Teutën të trembej. Teksa ata largoheshin, Teuta pa mbi shpatull drejt Lulietës, sytë e saj përçonin një mesazh të heshtur dëshpërimi. Lulieta mbeti e palvizur pranë pishinës, zemra po i rrite me dhunë. Ajo kishte zbuluar një sekret që ndryshonte gjithçka. Arben Gashi nuk ishte thjesht një burr i pa shpirt, ai ishte një burr i dëshpëruar, i gatshëm të shkatërronte gruan e tij për të shpëtuar imazhin dhe pasurinë e tij. Dhe Teuta ishte plotësisht në mëshirën e tij, pa askën që ta mbronte përveç një vajze 17 vjeçare të cilën askush nuk e vinte re. Teksa kthehej në fest, Lulieta kuptoi se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë atë natë. Ajo nuk ishte më thjesht një vëzhguese e heshtur. Ajo ishte bërë rojtare e një sekreti që mund të shpëtonte ose të shkatëronte jetë. Pyetja ishte, a do të kishte guximin të vepronte kur të vinte koha? Ditët pas eventit ishin të tensionuara në vilën Gashi. Arbeni ishte dukshëm i nervozuar, duke bërë thirrje të vazhdueshme dhe duke pritur vizita nga burra me kostume që bisedonin me zë të ulët në zyrën e tij. Teuta, nga ana e saj, ishte tërhequr pothuajse plotësisht në dhomën e saj, duke dalë vetëm për ngrënie dhe gjithmonë e shoqëruar nga Lulieta. Drita e vuri re ndryshimin në sjelljen e së bijës. Lulieta, ke qenë shumë e heshtur. A ka ndodhur diçka? Lulieta donte dëshpërimisht t'i tregonte gjithçka nënës së saj, por fjalët e Teutës i ushtonin në mendje. Kush do t'i besonte ato kundër Arbenit? Jam mirë, mami. Thjesht e shqetësuar për mësimet. Ishte një gënjeshtër. Lulieta mezi mund të përqendrohej në diçka tjetër përveç situatës së Teutës. Ajo kishte filluar të u kushtonte vëmendje detajeve që më parë kalonin pa u vënë re, si Arbeni kontrollonte të gjithë korrespondencën e Teutës, si ishte gjithmonë i pranishëm kur ajo merrte thirrje, si e izolonte gruan nga miqtë e vjetër dhe familjarët. Të mërkurën pas eventit, Lulieta po pastronte bibliotekën kur dëgjoi një sherr veçanërisht intensiv që vinte nga zyra e Arbenit.
Ajo ju afrua me kujdes derës duke arritur të kapte fragmente të bisedës telefonike. Jo, ti nuk e kupton rëndësinë e situatës, thoshte Arbeni, zëri I tij ishte I ngarkuar me dëshpërim. Nëse ajo zbulon të gjithë përmasën e problemit, mund të anuloj prokurën. Më duhet më shumë kohë. Po, e di për afatet, por ajo nuk duhet ta di ende. Lulieta ndjeu një të rënd në stomak. Arbeni po fliste për Teutën dhe toni urgjent I zërit të tij sugjeronte se situata po përkeqësohej shpejt. Dëgjoj mirë, vazhdoi Arbeni, nëse është e nevojshme, do të bëj që ajo të deklarohet e paaftë. Kam kontakte në fushën mjekësore që mund të vërtetojnë paqëndrueshmërinë e saj mendore për shkak të gjendjes neurologjike. Është drastike, por mund të jetë rrugdalja jone e vetme. Lulieta mbuloi gojën për të mbytur një britm të merri. Arbeni po planifikonte ta deklaronte Teutën mendërisht të paaftë për të mbajtur kontrollin mbi pasurinë e saj. Ishte një tradhti aq e thellë sa ajo mezi mund të besonte atë që kishte dëgjuar. Në atë moment, drita u shfaq në korridor. Lulieta, çfarë po bën aty? Zonja Teuta po të thërret. Më fal, mami. Po vi tani. Lulieta e gjeti Teutën në dhomën e saj, duke parë nga dritarja me një shprehje melankolie të thellë. Kishte letra të shpërndara mbi tryezën e saj, letra, dokumente, fotografi të vjetra. Lulieta, e dashur, mbyllë derën të lutem. Pasi Lulieta bëri atë që ju kërkua, Teuta u kthye nga ajo me sytë e kuq nga të qarët. Më duhet të tregoj diçka. Diçka që zbulova sot kur Arbeni doli. Teuta hapi një sirtar të mbyllur të tavolinës së saj, duke nxjerrë një zarf të zverdhur. Kjo është një letër që babai im më la përpara se të ndërronte jetë. Ai gjithmonë dyshonte në qëllimet e Arbenit, por unë kur nuk desha të besoja. Ajo ja dha letrën Lulietës, e cila e lexoi me tmerr në rritje. Babai I Teutës kishte punësuar një detektiv privat vite përpara vdekjes së tij dhe kishte zbuluar se Arbeni ishte afruar asaj fillimisht jo për dashuri, por sepse dinte për trashëgiminë e madhe që ajo do të merrte. Babai im u përpoq të më paralajmëronte, por unë isha e dashuruar. Mendova se po bëhej tepër mbrojtës, tha Teuta, zëri I saj u drodh. Tani e kuptoj se ai kishte të drejtë për gjithçka. Zonja Teuta, unë e dëgjova Arbenin në telefon sot. Ai po planifikon. E di çfarë po planifikon, e ndërpreu Teuta. Gjeta dokumente në kasafortën e tij mbrëm, kur ai doli për një nga mbledhjet e tij sekrete. Ai tashmë ka kontaktuar mjek të gatshëm të vërtetojnë se gjendja ime neurologjike ndikon në aftësinë time mendore. Lulieta u ul në anë të krevatit duke ndjer këmbët t'i lëshonin. Por kjo nuk është e vërtetë. Ju jeni plotësisht e kthjellët. Ti dhe unë e dim këtë, por Arbeni mund të jetë shumë bindës. Dhe me gjendjen time fizike do të jetë e lehtë për të pikturoj një tablo të një gruaje të brisht, të konfuzuar, të paaftë për të marrë vendime racionale. Nuk mund ta lini ta bëj këtë. Teuta kapi duart e Lulietës duke I shtrënguar fort. Lulieta, kam nevojë për ndihmën tënde. Ti je I vetmi njeri në këtë shtëpi të cilit mund t'i besoj plotësisht. Çfarëdo gjëje, zonja Teuta. Çfarëdo gjëje. Kam një avokat të besuar në Tiranë, dikush që ka punuar me baban tim për vite. Avokat Bujar Maloku. Ai nuk di për gjendjen time aktuale apo për problemet me Arbenin. Më duhet t'i dërgoj një mesazh, por Arbeni kontrollon të gjitha komunikimet e mia. Teuta I dha Lulietës një zarf të vulosur. Kjo letër shpjegon të gjithë situatën dhe kërkon ndihmë ligjore urgjente. A mund të gjesh një mënyrë për ta dorëzuar pa e marrë vesh Arbeni? Lulieta e mori zarfin duke ndjer peshën e përgjegjësisë. Po, zonje. Do të gjej një mënyrë. Ka edhe diçka tjetër, tha Teuta duke hezituar. Në letër I kërkova avokat Bujarit të vijë këtu personalisht. U hoqa sikur po planifikoj të përditësoj testamentin tim si surprizë për Arbenin. Nëse ai shfaqet këtu pa paralajmërim, Arbeni nuk do të mund ta ndaloj të hyjë. Në atë moment dëgjuan makinën e Arbenit që po vinte. Teuta I fsheu shpejt letrat dhe u pozicionua në karrocë sikur po pushonte. Lulieta, tregohu shumë e kujdesshme. Nëse Arbeni zbulon se çfarë po bëjmë. Teuta nuk e mbaroi fjalin, por frika në sytë e saj tha gjithçka. Lulieta e fsheu letrën brenda uniformës dhe doli nga dhoma. Në korridor u kryqëzua me Arbenin, I cili dukej veçanërisht I shqetësuar.
Ku është gruaja ime? Pyeti ai papritur. Në dhomë, zotëri. Po pushonte. Arbeni kaloi pranë saj pa fjalë të tjera, por Luljeta vuri re se si ai kontrolloi shpejt nëse dera e zyrës ishte e mbyllur përpara se të ngjitej lart. Atë natë, pasi u sigurua që të gjithë po flinin, Luljeta doli në heshtje nga vila. Ajo mori autobusin drejt qendrës së Tiranës, një udhëtim që i dha kohë të mendonte për madhështinë e asaj që po bënte. Zyra e avokat Bujar Malokut ndodhej në një ndërtesë elegante në qendër. Luljeta ja dorëzoi letrën sekretares duke shpjeguar se ishte urgjente dhe duke kërkuar që të lexojë menjëherë. Pas 20 minutash pritjeje me ankth, sekretarja u kthye. Avokat Bujari tha se do të jetë në vil nesër në orën 2 të pasdites. Ai kërkoi t'i thoni zonjës Teuta se gjithçka do të shkojë mirë. Udhëtimi i kthimit në vil u duk si një amshim. Luljeta mbërriti pak përpara agimit duke hyrë në heshtje nga dera e pasme. Drita ishte zgjuar tashmë, duke përgatitur mëngjesin. Luljeta. Ku ishe? Shkova në dhomën tënde dhe nuk ishe aty. Mami, unë po ecja pak. Nuk më zinte gjumi. Drita e pa me dyshim. Bia ime po vepron shumë çuditshëm kohët e fundit. Nëse ka diçka që po ndodh. Nuk është asgjë, mami. Të premtoj. Gjatë gjithë ditës tjetër, Luljeta mezi mund të përqendrohej në punët e saj. Me çdo orë që kalonte, ankthi i saj rritej. Teuta ishte gjithashtu dukshëm e nervozuar, duke kontrolluar vazhdimisht orën. Në orën 2 fiks, zilja e vilës ra. Luljeta vrapoi të hapte derën duke gjetur një burr rreth të 60-tave me flokë të përhitur, i veshur me një kostum të përsosur. Avokat Bujar Maloku për të takuar zonjën Teuta Gashi, tha ai me një zë të fortë dhe autoritar. Në atë moment, Arbeni u shfaq në hol. Avokat Bujari? Nuk po prisnim asnjë vizitë. Gruaja juaj më kontaktoi për disa përditësime në dokumentet e saj ligjore. Një surprizë për ju, siç e kuptova. Arbeni u duki hutuar. Unë nuk dija asgjë për këtë. E po, her pas here gratë dëshirojnë të mbajnë disa sekrete, tha avokati me një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. A mund ta takoj tani? Sigurisht, sigurisht. Luljeta, shoqëroje avokat Bujarin te gruaja ime. Gjatë shoqërimit deri në dhomë, Luljeta i përshpëriti avokatit, ajo është në rrezik. Rrezik të vërtetë. Avokat Bujari vetëm pohoi me kokë, por Luljeta pa se si shpreha e tij u ashpërsua. Mbledhja zgjati pothuajse 2 orë. Arbeni qarkullonte i nervozuar nëpër shtëpi, qartësisht duke u përpjekur të dëgjonte fragmente të bisedës, por avokati kishte kërkuar privatësi të plotë. Kur më në fund dolën nga dhoma, Teuta dukej e transformuar. Kishte një vendosmëri në sytë e saj që nuk ekzistonte prej muajsh. Avokat Bujar, ishte kënaqësi t'ju rishija, tha ajo, zëri i saj ishte i fortë dhe i qartë. Faleminderit që ju përgjigjet kërkesës sime kaq shpejt. Kënaqësia ishte e imja, zonja Teuta. Do të kujdesem personalisht që të gjitha dokumentet të procesohen me urgjencë. Arbeni u afrua, qartësisht i etur për të ditur se çfarë ishte diskutuar. Pra, cila ishte surpriza? Ah, Arben, tha Teuta me një buzëqeshje të qetë, do ta zbulosh së shpejti. Shumë shpejt. Pasi avokati u largua, Arbeni i bëri presion Teutës për të marrë detaje, por ajo qëndroi e palkundur në vendimin e saj për të mos treguar asgjë. Tensioni në shtëpi u bë pothuajse i prekshëm. Atë natë, ndërsa Luljeta e ndihmonte Teutën të përgatitej për gjumë, gruaja më e moshuar i kapi duar. Luljeta, ajo që bëre sot ndryshoi jetën time. Avokat Bujari tashmë ka nisur proceset ligjore të nevojshme për të revokuar prokurën dhe për të mbrojtur pasurinë time. Gjithashtu po përgatisim prova për aktivitetet ilegale të Arbenit. Çfarë do të ndodh tani? Tani, ne presim. Dhe përgatitemi për stuhin që po vjen. Sikur fjalët e saj të ishin profetike, ato dëgjuan Arbenin duke bërtitur në telefon në zyrën e tij, zëri i tij u shtonte në të gjithë shtëpinë. Jo, ti nuk e kupton. Diçka ka ndryshuar. Ajo bëri diçka sot dhe unë duhet të zbuloj se çfarë. Teuta dhe Luljeta pan njëra tjetrën në sy, duke e ditur se ditët e ardhshme do të ishin vendimtare. Betejë kishte filluar zyrtarisht dhe nuk kishte më kthim pas. Mëngjesi tjetër solli një qetësi mashtruese në vilë.
Arbeni ishte larguar herët për një seri mbledhjesh në Tiranë dhe Teuta dukej më e qetë se sa Lulieta e kishte parë në javë të tëra. Por kjo qetësi do të ishte jetë shkurtër. Rreth orës 10, Drita hyri me vrap në dhomën ku Lulieta po organizonte bibliotekën. Lulieta, është një burr të dera që pyet për ty, thotë se është nga policia. Zemra e Lulietës rrahu fort. A do të kishte zbuluar Arbeni për shkuarjen e saj në qendër? Ajo ndoqi nënën deri te porta kryesore, ku gjeti një oficer me uniformë që mbante një zarf. Zonjusha Lulieta, kam një fletëthirrje për ju që të paraqiteni si dëshmitare në një proces civil. Janë dokumente që lidhen me familjen Gashi. Lulieta i mori letrat me duar që i dridheshin. Edhe pa e kuptuar plotësisht gjuhën juridike, ajo mund të shihte se avokat Bujari kishte vepruar shpejt. Teuta po kundërshtonte zyrtarisht prokurën dhe po kërkonte një hetim mbi përdorimin e papërshtatshëm të pasurisë së saj. Mami, unë mund të shpjegoj. Lulieta, çfarë po ndodh këtu? Zëri i Dritës ishte i ngarkuar me shqetësim dhe konfuzion. Pse je përfshirë në çështjet ligjore të familjes? Përpara se Lulieta të mund të përgjigjej, Teuta u shfaq në derën e hyrjes në karrocën e saj. Drita, a mund të flas me ty dhe Lulietën privatisht? Të trija u drejtuan për në kopshtin e pasmë, larg veshëve kurioz të ekipit të pastrimit. Teuta mori frym thellë përpara se të fillonte të fliste. Drita, ti punon për familjen ton prej 15 vitesh. Ke qenë gjithmonë besnike, diskrete dhe e kujdesshme. Prandaj, më duhet të tregoj diçka që mund të ndryshoj jetën tënde dhe të Lulietës. Teuta shpjegoi gjithçka, mashtrimin financiar të Arbenit, kërcënimet e fshehura, planin për ta deklaruar atë të paaft. Drita dëgjoi në heshtje, fytyra e saj kaloi nëpër një gamë shprehjesh që shkonin nga mosbesimi te tmerri. O Zot, zonja Teuta. Unë gjithmonë e kam ditur që Zoti Arben ishte i vështirë, por kur nuk e imagjinova. Drita, nuk mund të garantoj se do t'i mbani vendet tuaja të punës pasi kjo situatë të zgjidhet. Arbeni mund t'ju pushoj si hakmarrje, ose ju mund të zgjidhni të largoheni për shkak të pakëndshmërisë. Dua ta dini se, pavarësisht se çfarë ndodh, do të kujdesem që të mos dëmtoheni financiarisht. Lulieta kapi dorën e nënës. Mami, nuk mund të rria duar kryq duke parë zonjën Teuta të shkatërrohej. Duhej të bëja diçka. Drita pa të bien me një përzierje krenarie dhe shqetësimi. Bia ime, ke një zemër fisnike, por të ngatërohesh me njerëz të fuqishëm mund të jetë e rrezikshme. Prandaj më duhet t'ju tregoj edhe diçka tjetër, tha Teuta, zëri i saj u bë më i rëndë. Avokat Bujari më informoi se Arbeni ka lidhje të dyshimta. Disa nga investitorët e tij japonez duket se kanë lidhje me organizata që veprojnë jashtë ligjit. Nëse Arbeni ndihet i zënë ngushtë, ajo nuk pati nevojë ta mbaronte fjalinë. Të gjitha e kuptuan nën kuptimin. Zhurma e një makine që po vinte ndërpreu bisedën. Ishte Arbeni, që po kthehej shumë më herët se sa pritej. Fytyra e tij ishte e kuqe nga zemërimi dhe ai ecte me hapa të mëdhenj drejt shtëpisë. Teuta, bërtiti ai përpara se të afrohej. Ku je? 3 gratë pan njëra tjetrën shpejt. Shkoni brenda, pëshpëriti Teuta. Dhe, Drita, mbaje Lulietën larg tij sot. Arbeni u shfaq në kopsht si një uragan. Në duart e tij mbante një tufë letrash ligjore. Teuta, çfarë dreqin është kjo? Ai i hodhi dokumentet në prerin e saj me dhunë. Një revokim i prokurës? Një hetim i bizneseve të mia? Si guxon ta bësh këtë pas shpinës sime? Teuta u mbajt e qetë, por Lulieta mund të shihte duart e saj duke u dridhur lehtë. Arben, unë thjesht po mbroj interesat e mia ligjore. Çdo njeri në situatën time do të bënte të njëjtën gjë. Po mbron interesat e tua? Arbeni qeshi me sarkazëm. Teuta, ti nuk ke as iden më të vogël se si funksionojnë bizneset. Pa udhëzimin tim, ti do të vidheshe nga çdo mashtrues që do të shfaqej. Siç po më vjedh ti, Arben? Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Arbeni mbeti i ngrirë për një moment, sikur nuk besonte se ajo i kishte thënë ato fjalë me zë të lartë. Çfarë the? Thash se ti po më vjedh. Duke përdorur emrin tim për të garantuar kredi që nuk mund t'i paguash, duke vendosur pronat e mia si garanci pa dijen tim, duke manipuluar dokumente. Arbeni ju afrua karrocës, sytë e tij shkëlqenin me një zemërim që Lulieta nuk e kishte parë kurrë.
Teuta, ti po deluzionohesh. Gjendja jote po ndikon qartësisht në gjykimin tënd. Gjendja ime ndikon në muskujt e mi, Arben. Jo në mendjen time. Këtë do ta shohim. Arbeni u largua disa hapa duke marrë telefonin. Doktor Carmin? Është Arben Gashi. Po, duhet ta përshpejtojmë atë vlerësim që diskutuam. Gruaja ime po tregon shenja të qarta paranoje dhe paqëndrueshmërie mendore. Teuta u zbeth. Arben, ti nuk mundesh. Unë mundem dhe do ta bëj. Doktor Carmin do të vijë këtu që sot për një vlerësim mjekësor të plotë. Nëse do të luash luftë ligjore, Teuta, do të zbulosh se unë luaj shumë më mirë se ti. Lulieta, që kishte vëzhguar gjithçka e fshehur pas një peme, ndjeu një përzierje tmerri dhe zemërimi. Arbeni po përshpejtonte planet e tij, i detyruar nga veprimet ligjore të Teutës. Në atë moment, drita u shfaq pranë Lulietës. Eja, bia ime. Duhet të largohemi nga këtu. Por Lulieta nuk lëvizi. Diçka brenda saj kishte ndryshuar tek dëshmonte mizorinë e plotë të Arbenit. Jo, mami. Nuk do ta lë ta bëj këtë me të. Lulieta, ai është i rrezikshëm. E dëgjove çfarë tha zonja Teuta për lidhjet e tij. Saktësisht për këtë, mami. Nëse nuk veprojmë tani, mund të jetë tepër vonë. Lulieta doli nga vendi ku ishte fshehur dhe eci me vendosmëri deri ku Arbeni po fliste ende në telefon. Teuta e pa duke u afruar dhe bëri një gjest që ajo të ndalonte, por Lulieta nuk u bin. Zoti Arben, tha ajo, zëri i saj ishte i fortë pavarësisht zemrës që i rrite fort. Arbeni e mbylli telefonin dhe u kthye nga ajo, qartësisht i irrituar nga ndërprerja. Çfarë do ti? Unë e dëgjova bisedën tuaj telefonike dje. Për ta deklaruar zonjën Teuta të paaftë. Për dokumentet e falsifikuara. Gjithçka. Fytyra e Arbenit u shndërrua në një maskë zemërimi të ftohtë. Çfarë sapo the? Thash se e di të vërtetën. Dhe nuk jam e vetmja. Teuta u përpoq të ndërhynte. Lulieta, jo. Por Arbeni ishte afruar te ereja, prezenca e tij fizike ishte frikësuese. Vajz, ti nuk ke ide me kë po ngatërohesh. Unë mund ta shkatërroj familjen tënde me një telefonat. Dhe unë mund ta shkatërroj tuajën me një telefonat të vetme te avokat Bujari, u përgjigj Lulieta, duke befasuar veten me guximin e saj. Arbeni mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke vlerësuar situatën. Pastaj, një buzëqeshje mizore kaloi në fytyrën e tij. E di çfarë? Ndoshta është më mirë kështu. Dy gra të paqëndrueshme që dëshmojnë për njëra tjetrën vetëm sa e forcojnë rastin tim. Ai u kthye nga Teuta. E ke stërvitur mirë shërbëtoren tënde, apo jo? Por harroni që unë kam burime që ju as nuk i imagjinoni. Në atë moment, zhurma e makinave që po vinin ndërpreu tensionin. Ishin 3 automjete, 2 makina zyrtare dhe një furgon i shtypit. Avokat Bujari doli nga makina e parë, i shoqëruar nga 2 burra me kostume. Nga makina e dytë zbriti gazetari Besnik Shala me një ekip xhirimi. Çfarë dreqin? Mërmëriti Arbeni. Avokat Bujari ju afrua grupit me hapa të fortë. Zoti Gashi, jam i detyruar t'ju informoj se ka një urdhër kontrolli dhe sekuestrimi për dokumentet tuaja financiare dhe korrespondencën tregtare. Një nga burrat me kostum u identifikua si përmbarues gjyqësor dhe ja dorëzoi letrat ligjore Arbenit, i cili i lexoi me dëshpërim në rritje. Ky është një gabim, bërtiti Arbeni. Ju nuk mundeni thjesht të pushtoni shtëpinë time. Në fakt, mundemi, tha avokat Bujari qetësisht. Veçanërisht kur ka prova thelbësore të mashtrimit dhe përvetësimit të paligjshëm. Besnik Shala u afrua me ekipin e tij. Zoti Gashi, a dëshironi të komentoni mbi pretendimet se keni përdorur në mënyrë të paligjshme pasurinë e gruas suaj për të mbuluar borxhet e biznesit? Arbeni pa rrotull, duke parë situatën e tij të kontrollit të plot duke u shembur në pak minuta. Sytë e tij u fiksuan te Lulieta me një urrëtie të pastër. Kjo është faji yt, fishkëlleu ai. Ti, vogëlushe. Arben e ndërpreu Teuta, zëri i saj preu ajrin si një te. Mbaroi. Për herë të parë që kur Lulieta e njihte, Teuta fliste me autoritetin e një gruaje që kishte rifituar pushtetin e saj. Nuk kishte më nënshtrim, më frikë, më arsyetime. Mbaroi, përsëriti ajo.
Manipulimi yt, gënjeshtrat e tua, mizoria jote. Gjithçka mbaroi. Arbeni pa të shoqen sikur po shite një të huaj. Teuta, ti nuk mund ta kesh seriozisht. Kemi 8 vite të martuar. Saktësisht. 8 vite gënjeshtra që unë më në fund i zbulova. Përmbaruesit filluan të drejtoheshin për nga shtëpia dhe Arbeni kuptoi se situata e tij ishte plotësisht jashtë kontrollit. Ai pa Luljetën edhe një herë, sikur po gdhente fytyrën e saj në kujtesë. Ti nuk e di në çfarë je futur, vajzë. Ti vërtet nuk e di. Por këtë herë, kërcënimet e tij tingëlluan bosh. Perandoria e Arben Gashit po shembej përpara syve të gjithëve dhe madje edhe ai e dinte se nuk kishte më kthim pas. Luljeta ju afrua Teutës dhe i kapi dorën. Së bashku, ato vëzhguan ndërsa e vërteta më në fund po dilte në dritë, duke e ditur se ditët më të vështira ishin ende përpara. 24 orët e ardhshme e shndërruan Vilen Gashi në një fushëbetejë të vërtet ligjore. Avokat, kontabilist ligjor dhe përmbarues qarkullonin në përpron, duke kataloguar dokumente dhe prova. Arbeni ishte mbyllur në zyrën e tij me ekipin e tij ligjor, ndërsa Teuta më në fund merrte frymëlirisht në shtëpinë e saj. Avokat Bujari kishte ngritur një lloj qendre operacionesh në dhomën e ngrënies, ku shpërndante dokumente që zbulonin për masën e vërtetë të tradhtisë së Arbenit. Luljeta, tani e njohur zyrtarisht si dëshmitare e rëndësishme e rastit, ishte e pranishme gjatë shumë prej këtyre mbledhjeve. Zonjusha Luljeta, tha avokat Bujari, duke rregulluar syzet, guximi juaj shpëtoi jo vetëm zonjën Teuta, por ndoshta edhe viktima të tjera që ende nuk i njohim. Teuta, e ulur në tavolinë në karrocën e saj, mbante dorën e Luljetës. Avokat, çfarë zbuluat në dokumentet e sekuestruara dje? Avokat Bujari pshertiu thellë. Është më keq se sa e imagjinonim. Arbeni jo vetëm që përdori pasurinë tuaj në mënyrë mashtruese. Ai krijoi një rrjet kompleks kompanish fantazm, të gjitha duke përdorur variacione të ndryshme të emrit dhe nënshkrimit tuaj. Borxhi total arrin në pothuajse 50 milion euro. Luljeta ndjeu gjakun t'i ngrinte. 50 milion? Po. Dhe më e shqetësuesja, disa nga këto kredi u morën nga organizata japoneze që, sipas kontakteve tona ndërkombëtare, kanë reputacion të dyshimit në botën e biznesit. Teuta mbylli syt për një moment. Kjo do të thotë se edhe me pronat e mia të mbrojtura, ata ende mund të vinë pas Arbenit? Saktësisht. Dhe si pasojë mund të përpiqen t'ju bëjnë presion edhe juve. Në atë moment, drita hyri në dhomë, duke mbajtur një tepsi me kafe. Fytyra e saj ishte e zbehtë dhe ajo dridhej dukshëm. Zonja Teuta, janë disa burra të dera. Thonë se duan të flasin me zotin Arben për punë. Avokat Bujari u ngrit menjëherë. Çfarë lloj burrash? Mirë të veshur, por frikësues. Njëri prej tyre ka theks të huaj. Teuta dhe avokat Bujari pan njëri tjetrin me shqetësim të qartë. Luljeta, drita, tha Teuta shpejt, dua që të dilni nga shtëpia tani. Shkoni në qytet, në çdo vend larg prej këtu. Jo, tha Luljeta me vendosmëri. Nuk do t'ju lë vetëm. Luljeta, ky nuk është një diskutim. Teuta ka të drejtë, ndërpreu avokat Bujari. Nëse këta burra janë ata që besoj se janë, prania juaj këtu mund të jetë e rrezikshme. Por përpara se të mund të vazhdonin bisedën, dëgjuan zëra të lartë që vinin nga holli kryesor. Arbeni po diskutonte në anglisht me Dik, zëri i tij ishte dukshëm më pak autoritar se zakonisht. Avokat Bujari ju afrua me kujdes derës së dhomës së ngrënies, duke bërë shenjë që gratë të qëndronin të qeta. Përmes hapësirës së ngushtë, ato mund të shihnin Arbenin duke biseduar me 3 burra aziatik të veshur në mënyrë të përsosur. Zoti Gashi, thoshte njëri prej tyre me theks të theksuar, ju premtuat pagesën javën e kaluar. Partnerët tanë po humbasin durimin. Unë e kuptoj shqetësimin tuaj, përgjigjej Arbeni, dukshëm i djersitur, por pati disa ndërlikime ligjore të papritura. Më duhen edhe disa javë për të zgjidhur situatën me pasuritë e gruas sime. Ah, po, gruaja juaj. Dëgjuam për problemet ligjore. Është një situatë fatkeqe. Toni i burrit ishte i sjellshëm, por kishte një kërcënim nëntoksor që e bëri Luljetën të rëqethej. Dëgjoni, tha Arbeni, zëri i tij mori një ton dëshpërues, unë kam prona të tjera, investime të tjera. Mund të punojmë me një plan pagese. Zoti Gashi, burri e ndërpreu butësisht, partnerët tanë kanë qenë tashmë shumë të duruar.
Ata prisnin që ju ta zgjidhnit këtë në mënyrë diskrete, duke përdorur burimet e gruas suaj. Tani që kjo nuk është më e mundur. Ai bëri një pauzë domethënëse. Ndoshta është koha të konsiderojmë metoda alternative të rikuperimit. Arbeni gëlltiti pështymën. Çfarë doni të thoni me metoda alternative? Ju keni një pronë të vlefshme këtu. Një grua që, pavarësisht kufizimeve të saj fizike, ende zotëron burime të konsiderueshme. Ndoshta mund të arrihet një marrëveshje. Avokat Bujari u kthye nga Teuta dhe pëshpëriti, ata po kërcënojnë t'ju përdorin ju si garanci. Duhet të therasim policin tani. Por Teuta tundi kokën. Nëse therasim policin tani, kjo mund ta përshkallëzoj situatën. Dhe nëse ata zbulojnë se po dëgjojmë. Lulieta, që kishte qëndruar e heshtur, pa pritur u ngrit. Unë kam një ide. Përpara se dikush ta ndalonte, ajo doli nga dhoma e ngrënies dhe eci me vendosmëri drejt hollit kryesor. Teuta thiri emrin e saj në një pëshpërim dëshpëruese, por ishte tepër vonë. Më falni, tha Lulieta, duke ndërprer bisedën në hol të gjithë syt u kthyen nga ajo, Arbeni me tmerr, burrat aziatik me kuriozitet. Zoti Arben, zonja Teuta po kërkon të flas me ju urgjentisht. Ajo tha se është për dokumentet që avokat Bujari solli sot. Arbeni e pa me konfuzion dhe zemërim. Lulieta, ktheu në punët e tua menjëherë. Pritni, tha burri që kishte folur. Kjo është shërbëtorja për të cilën kemi dëgjuar. Ajo që ka ndihmuar gruan tuaj me çështjet ligjore? Lulieta ndjeu zemrën t'i rrite fort, por e mbajti veten. Unë thjesht punoj këtu, zotëri. Burri ju afrua asaj duke studiuar fytyrën e saj. Interesante. Një shërbëtore shumë e re për të qenë e përfshirë në çështje aq komplekse. Ajo nuk është e përfshirë në asgjë, tha Arbeni shpejt. Është thjesht një fëmijë që nuk kupton. Arben, zëri i Teutës, preu bisedën. Ajo ishte shfaqur në hyrje të dhomës së ngrënies në karrocën e saj, e shoqëruar nga avokat Bujari. Më prezanto me miqt e tu. Heshtja në hol ishte absolute. Teuta kishte folur me një autoritet që askush prej tyre nuk e priste nga një grua në karrocë. Gruaja ime është e sëmur, tha Arbeni shpejt. Ajo nuk duhet të ishte. Jam plotësisht mirë, ndërpreu Teuta, duke drejtuar karrocën e saj në qendër të hollit. Dhe besoj se ju jeni këtu për të diskutuar borxhet e burrit tim. Burri aziatik buzëqeshi, por nuk ishte një buzëqeshje miqësore. Zonja Gashi. Është kënaqësi t'ju takoj më në fund. Kënaqësia është e imja. Dhe besoj se është e rëndësishme të sqarojmë disa gjëra për këto borxhe. Arbeni u përpoq të ndërhynte. Teuta, ti nuk e kupton situatën. E kuptoj përsosmërisht. Teuta u kthye nga vizitorët. Burri im i mori këto borxhe duke përdorur emrin tim dhe pronat e mia pa autorizimin tim. Kjo përbën mashtrim dhe unë nuk kam asnjë detyrim ligjor për t'i shlyerë ato. Lideri i grupit studioi Teutën me kujdes. Kjo është teknikisht e saktë, zonja Gashi. Por partnerët tanë nuk janë domosdoshmërisht njerëz që shqetësohen për teknikalitetet ligjore. Atëherë ndoshta partnerët tuaj duhet të kishin qenë më të kujdesshëm kur zgjodhen me këtë bënin biznes, u përgjigj Teuta, pa u trembur. Tensioni në hol ishte pothuajse i prekshëm. Lulieta mund të ndjente të gjithë syt mbi to, duke vlerësuar, duke llogaritur. Përveç kësaj, vazhdoi Teuta, duhet t'ju informoj se kjo bisedë po regjistrohet dhe se ka disa autoritete lokale që janë tashmë në dijen të situatës. Ishte një gënjeshtër, por tingëlloi bindëse. Burri aziatik pa rrotull hollit, duke vënë re për herë të parë praninë e avokat Bujarit dhe dokumentet ligjore të shpërndara dukshëm në dhomën e ngrënies. Interesante, mërmëriti ai. Duket se situata është më e ndërlikuar se sa miku ynë Arben na bëri të kuptonim. Ai u kthye nga Arbeni me një vështrim të akull. Zoti Gashi, ju na siguruat se kishit kontroll të plot mbi pasuritë familjare. Qartësisht, kjo nuk është më e vërtetë. Unë mund ta zgjidh këtë, tha Arbeni, i dëshpëruar. Më duhet vetëm pak kohë. Koha është saktësisht ajo që nuk e ke më. Burri bëri një gjest të hollë të shoqëruesit e tij, të cilët filluan të lëviznin drejt derës. Zonja Gashi, tha ai, duke u kthyer nga Teuta një herë të fundit, keni simpatin ton për situatën tuaj fatkeqe. Shpresojmë të arrini t'i zgjidhni problemet tuaja martesore siç duhet. Kërcënimi ishte i qartë,
ata e dinin ku jetonte ajo, e njinin cenueshmërinë e saj. Pasi burrat u larguan, Holly mbeti në heshtje të plot për disa minuta. Arbeni ishte i zbet, i djersitur, qartësisht në panik. Ju nuk keni ide se çfarë sapo bëtë, pëshpëriti ai. Këta njerëz nuk harrojnë. Ata nuk falin. Teuta patë shoqin me një përzierje mëshire dhe pështjellimi. Arben, ti e solle këtë në shtëpinë tonë. Në jetën tonë. Dhe tani do të duhet të përballesh me pasojat. Avokat bujari ju afrua Teutës. Zonja Teuta, besoj se do të ishte e matur të konsideronim masa mbrojtëse shtesë. Këta burra mund të kthehen. E di, u përgjigj Teuta. Por nuk do të jetojë e fshehur për shkak të zgjedhjeve të tij. Lulieta ju afrua Teutës dhe i preku butësisht krahun. Zonja Teuta, çfarë bëjmë tani? Teuta kapi dorën e të res dhe e shtrëngoi. Tani, e dashur, ne përgatitemi për fundin e lojës. Sepse kam ndjesinë se më e keqja ende nuk ka ardhur. Atë natë, ndërsa vila më në fund po qetësohej, Lulieta nuk mund të flinte. Përmes dritares së dhomës së saj, ajo mund të shihte dritat e sigurisë që ndriçonin kopshtet dhe nuk mund të hiqte ndjesinë se po vëzhgoheshin. Betejë për drejtësi ishte fituar, por lufta për sigurinë sapo kishte filluar. 3 javë kishin kaluar që nga vizita e papritur e kreditorëve aziatik dhe situata në vilën Gashi kishte ndryshuar rrënjësisht. Arbeni ishte akuzuar zyrtarisht për mashtrim dhe përvetësim të palishëm dhe po priste gjykimin me kusht. Ai ishte zhvendosur në një apartament në Tiranë, duke e lënë vilën nën kontrollin e plotë të Teutës. Lulieta vëzhgonte Teutën duke koordinuar instalimin e një sistemi të ri sigurie ndërsa bisedonte në telefon me avokat bujarin për hapat e ardhshëm ligjor. Ishte mbreslënëse se si gruaja ishte transformuar, nga figura e brish dhe e nënshtruar që kishte njohur, doli një drejtuese e vendosur dhe e mpreh. Lulieta, a mund të vish këtu për një moment? Thiri Teuta nga dhoma e ndenjes. E reja u afrua, duke vënë re se Teuta mbante një zarf zyrtar në duar. Fytyra e saj tregonte një përzierje kënaqësie dhe melankolie. Divorci u zyrtarizua sot, tha Teuta, duke treguar letra. Pas 8 viteve martesë, jam zyrtarisht e lirë. Si ndiheni, zonjë? Teuta heshti për një moment, duke parë nga dritarja kopshtet që tani vërtet i përkisnin asaj. E lehtësuar. E trishtuar për kohën e humbur. Por kryesisht me shpresë. Në atë moment, drita hyri në dhomë duke mbajtur çaj dhe biskota. Në javët e fundit, ajo ishte bërë më shumë se një shërbëtore për Teutën, ishte bërë një mikesh e besuar. Ai dëgjuat lajmet, pyeti drita, duke shërbyer çajin. Gazetari Besnik Shala tha se do të transmetoj një kronik speciale sonte për të gjithë rastin. Teuta pshertiu. Shpresoj të jetë i respektueshëm me faktet. Kjo situatë tashmë është ekspozuar mjaftueshëm. Zonja Teuta, tha Lulieta duke hezituar pak, a mund t'ju bëj një pyetje personale? Sigurisht, e dashur. A jeni penduar ndonjëherë që luftuat? A do të ishte më e lehtë thjesht ta kishit pranuar situatën? Teuta buzëqeshi, por kishte një thellësi në sytë e saj që tregonte peshën e përvojës. Lulieta, kur je e burgosur, qoftë në një karrocë apo në një martesë toksike, ti mund të zgjedhësh ta pranosh burgun ose të luftosh për lirinë. Ta pranoja do të thoshte të vdisja ngadalë. Të luftoja ishte e vetmja mënyrë për t'u kthyer në jetë. Zhurma e ziles ndërpreu bisedën. Drita shkoi të hapte derën dhe u kthye e shoqëruar nga një surprizë. Ishte Valbona, motra më e vogël e Teutës që jetonte jashtë shtetit dhe nuk kishte vizituar prej 2 vitesh. Teuta. Valbona vrapoi të përqafonte të motrën, lotët rridhnin në fytyrën e saj. Erdha sapo mora vesh. Pse nuk më tregove më parë se çfarë po ndodhte? 2 motrat u përqafuan gjatë dhe Lulieta mund të shihte se si prania e Valbonës solli një shkëlqim të veçantë në sytë e Teutës. Nuk doja të të shqetësoja, tha Teuta. Dhe sinqerisht, deri para pak javësh, nuk isha e sigurt se do të mund të dilja nga kjo situatë. Valbona u kthye nga Lulieta, e cila po përpiqej diskretisht të dilte nga dhoma për t'u lënë privatësi motrave. Ti duhet të jesh Lulieta. Teuta më tregoi gjithçka për guximin tënd. Si mund të falenderoj që shpëtove motrën time? Lulieta u skuq. Unë thjesht bëra atë që çdo njeri i ndershëm do të bënte, zonjë. Jo, tha Teuta me vendosmëri.
Ti bëre atë që vetëm një njeri jashtëzakonisht guximtar do të bënte. Shumica e njerëzve do të kishin parë në anën tjetër. Atë pasdite, ndërsa motrat bisedonin në kopsht, Lulieta po ndihmonte Dritën në kuzhinë kur dëgjuan një makinë të njohur të parkonte jashtë. Ishte Arbeni. Drita dhe Lulieta pan njëra tjetrën të nervozuara. Do të njoftoj zonjën Teuta, tha Drita, por Lulieta e ndaloi. Më lër të shkoj unë. Dua ta shoh me sytë e mi. Lulieta gjeti Teutën dhe Valbonën në kopsht, duke i njoftuar për ardhjen e Arbenit. Teuta pohoi me qetësi. Po prisja që ai të vinte herët avon. Arbeni u shfaq duke ecur nëpër kopsht, por ishte pothuajse i panjohshëm. Burri që dikur rrezatonte arrogancë dhe kontroll tani duke i plakur, i lodhur, i mposhtur. Rrobat e tij, edhe pse ende të shtrenjta, ishin të rrudhosura dhe kishte një pasiguri në lëvizjet e tij që nuk kishte ekzistuar kurrë më parë. Teuta, tha ai, duke ndaluar në një distancë respektuese. A mund të flas me ty? Teuta studioi ish burrin e saj për një moment të gjatë përpara se të pohonte. Valbona, Lulieta, a mund të na lini një moment? Të dyja u larguan, por qëndruan mjaftueshëm pranë për të ndërhyrë nëse ishte e nevojshme. Teuta, unë erdha të kërkoj ndjes. Arbeni u ul në një stol pranë, duke u dukur shumë më i vogël se sa Lulieta e mbante mend. Nuk pres falje. E di që ajo që bëra është e pafalshme. Shkatërova jetën tonë, tradhtova besimin tënd dhe pothuajse të shkatërova ty në proces. Teuta mbeti në heshtje, duke e lënë të vazhdonte. E vërteta është se kur ti u sëmure, unë hyra në panik. Nuk e di se çfarë rezervon e ardhmja, por di një gjë, kur më nuk do të jem e burgosur e frikrave të mia apo e pritshmërive të njerëzve të tjerë. Lulieta buzëqeshi, duke ndjer një ndjesi plotësimi që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Ajo kishte gjetur zërin e saj, qëllimin e saj dhe një familje të re të njerëzit që kishin mësuar t'i besonin njëri tjetrit përmes zjarrit të vështirësive. Zonja Teuta, tha ajo butësisht, ju thoni se unë ju çlirova. Por e vërteta është se edhe ju më çliruat mua. Më treguat se pavarësisht se sa e padukshme ndihesh, veprimet e tua mund të ndryshojnë botën e dikujt. Lotët rodhen lirshëm në fytyrat e të katër grave, por ishin lot mirënjohjeje, shprese dhe një fillimi të ri. Atë natë, për herë të parë në vite, Vila Gashi ishte vërtet një shtëpi, jo një skenë për interpretime shoqërore apo një mjedis për manipulime, por një vend ku njerëz real mund të ishin më në fund autentik, të cenueshëm dhe vërtet të lumtur. Dhe në qendër të gjithë kësaj ishte një vajzë 17 vjeçare që kishte mësuar se her pas here guximi më i madh vjen në paketime të vogla, dhe se të bësh gjën e duhur nuk është gjithmonë e lehtë, por gjithmonë ia vlen. 6 muaj më vonë, Vila Gashi ishte transformuar plotësisht. Ajo që dikur ishte një mauzole i dukjeve dhe heshtjeve të detyruara tani pulsonte me jetë të vërtetë. Teuta kishte konvertuar 3 dhomat e katit të dytë në një zyrë dhe bibliotekë personale, ku kalonte mëngjeset e saj duke shkruar dhe studiuar. Për herë të parë që nga diagnoza e gjendjes së saj, ajo kishte gjetur një qëllim që shkonte përtej mbijetesës së thjeshtë. Drita vazhdonte si administratore e shtëpisë, por tani roli i saj kishte evoluar në diçka shumë më domethënëse. Teuta kishte këmbëngulur që ajo të merrte trajnim në menaxhimin profesional të shtëpisë dhe Drita zbuloi se kishte një talent natyral për të koordinuar pronën me efikasitet dhe elegancë. Më e rëndësishmja, ajo kishte zhvilluar një miqësi të vërtetë me Teutën që t'i kalonte çdo marrëdhënie pune. Lulieta, nga ana e saj, po ndiqte një kurs përgatitor intensiv për universitetin, duke u fokusuar në qëllimin e saj për të studiuar drejtësi. Teuta kishte këmbëngulur të financonte jo vetëm studimet e saj, por edhe të siguronte mundësitë më të mira arsimore të disponueshme. 3 herë në javë, Lulieta shkonte në qendër të Tiranës për mësime private me profesor të specializuar, duke u kthyer gjithmonë në vilë në fund të ditës. Lulieta, si ishte ora e filozofisë sot, pyeti Teuta, ndërsa pinin çaj së bashku në kopsht, një traditë që kishin zhvilluar pas ditëve të së enjtes. Sfiduese, u përgjigj Lulieta, duke shfletuar shënimet e saj. Po diskutonim për etikën dhe përgjegjësinë morale. Profesori bëri një pyetje interesante, cili është detyrimi ynë kur dëshmojmë një padrejtësi? Teuta buzëqeshi. Dhe cila ishte përgjigjja jote? Thash se detyrimi ynë është të veprojmë, edhe kur kjo na vendos në rrezik. Se heshtja mund të jetë një formë bashkëfaqësie. Përgjigje e mençur nga dikush që e ka jetuar këtë filozofi në praktikë.
Në atë moment, Valbona u shfaq në kopsht, duke mbajtur letra dhe me një shprehje të gëzuar. Ajo kishte vendosur të zhvendosej përgjithmonë në Shqipëri për të qenë më pranë Teutës dhe po ndihmonte të motrën të organizonte një projekt special. Teuta, Lulieta, kam lajme për fondacionin, tha Valbona, duke u bashkuar me to në tavolinën e kopshtit. 2 javë pasi divorci ishte finalizuar, Teuta kishte marrë një vendim që i befasoi të gjithë. Ajo do të krijonte një fondacion kushtuar ndihmës së grave në situata cenueshmërie, veçanërisht atyre që përballen me dhunë në familje ose shfrytëzim financiar. Fondacioni Shpresa, siç ishte emëruar, do të ishte mënyra e saj për të transformuar vuajtjen e saj në diçka që mund të përfitonin njerëzit e tjerë. Avokatët finalizuan të gjitha dokumentet ligjore, vazhdoi Valbona. Dhe morëm miratimin për statusin e organizatës jo fitimprurëse. Mund të fillojmë operacionet zyrtarisht muajin e ardhshëm. Teuta i mori letrat, sytë e saj shkëlqenin me një energji që Lulieta nuk e kishte parë që përpara se sëmundja e saj të shfaqej. Kjo do të thotë se do të mund të fillojmë të presim përfitueset e para së shpejti? Saktësisht. Dhe kemi një listë prej 5 gratë tashmë të miratuara për të marrë asistencë ligjore dhe strehim të përkohshëm. Lulieta vëzhgonte 2 motrat duke diskutuar detajet e fondacionit me një përzierje admirimi dhe mirënjohjeje. Të shihej Teutën duke kanalizuar përvojën e saj traumatike në diçka konstruktive ishte frymëzuese dhe, në një farë mënyre, plotësonte rrethin e rrugëtimit të saj. Zonja Teuta, tha Lulieta, duke hezituar pak, a mund të bëj një sugjerim për fondacionin? Sigurisht, e dashur. Mendimet e tua janë gjithmonë të mirë pritura. Po mendoja ndoshta fondacioni mund të kishte gjithashtu një program edukativ. Të mësoj të rinjve, veçanërisht vajzave nga familje në situatë të vështirë, për të drejtat e tyre ligjore dhe si t'i njohin shenjat e manipulimit. Valbona përplasi duar. Lulieta, kjo është një ide geniale. Parandalim përmes edukimit. Teuta pohoi mendueshëm. Ke të drejtë. Sikur të kishim programe të tilla kur isha e re, ndoshta do t'i kisha njohur shenjat e manipulimit më herët. Dhe unë mund të ndihmoja në zhvillimin e kurrikulës, ofroi Lulieta. Të përdorja përvojën time të rritjes duke vëzhguar këto dinamika. Në atë moment, drita u shfaq në kopsht me një tepsi me biskota të freskëta dhe një shprehje paksa të shqetësuar. Zonja Teuta, është një telefonat për ju. Është avokat Bujari. Teuta rudhi ballin. Shpresoj të mos jenë lajme të këqija për Arbenin. Ajo shkoi t'i përgjigjej telefonatës, duke lënë Lulietën dhe Valbonën vetëm në kopsht. Gjatë muajve të fundit, Lulieta kishte zhvilluar një marrëdhënie të ngushtë me Valbonën, e cila ishte bërë si një motër e madhe për të. Lulieta, tha Valbona butësisht, a mund të them se është e jashtëzakonshme të shohësh transformimin që solle në jetën e motrës sime? Unë nuk bëra asgjë më shumë se sa çdo njeri duhet të bënte. Kjo nuk është e vërtetë, dhe ti e di këtë. Përpara se të flisje, Teuta po dorëzoi në një jetë burgimi. Ti i kthye shpresën dhe, më e rëndësishmja, dinjitetin. Lulieta heshti për një moment duke përpunuar fjalët e Valbonës. E dini, Valbona, për një kohë të gjatë jam ndjer e padukshme në këtë shtëpi. Sikur mendimi apo prania ime nuk kishin rëndësi. Por ndihma ndaj Teutës më bëri të kuptoj se her pas here njerëzit më të rëndësishëm janë ata që të tjerët nuk i vënë re. Teuta u kthye në kopsht, fytyra e saj tregonte një përzierje kënaqësie dhe shqetësimi. Avokat Bujari tha se Arbeni finalizoi një marrëveshje me kreditorët aziatik. Ai shiti të gjitha pasuritë e tij të mbetura dhe arriti të shlyente pjesën më të madhe të borxheve. Marrëveshja përfshin një klauzol specifike që më mbron mua nga çdo pretendim i ardhshëm. Dhe si ndihesh për këtë? Pyeti Valbona. Teuta u ul përsëri duke soditur pyetjen. E lehtësuar, kryesisht. Por edhe e trishtuar për të. Avokat Bujari tha se Arbeni po jeton në një apartament të vogël në Tiranë, duke punuar si konsulent për të mbijetuar. Është një rënje dramatike për dikë që ishte mësuar me aq shumë pushtet. Ndjen mëshirë për të? Pyeti Lulieta. Ndjej mëshirë për atë që ai u bë, por nuk pendohem për zgjedhjet që bëm. Arbeni pati shumë mundësi të zgjidhte një rrugë tjetër dhe gjithmonë zgjodhi manipulimin dhe gënjeshtrën. Atë pas dite, 3 gratë punuan së bashku në planet finale për fondacionin.
Ato vendosën që selia do të ishte në një nga krahët e vilës që ishte përdorur pak, duke krijuar një hapësirë mikpritëse ku gratë në situatë të vështirë mund të merrnin mbështetje ligjore, psikologjike dhe praktike. Kur dielli filloi të perëndonte, ato u mblodhen në balkonin kryesor të vilës, duke parë kopshtet që kishin dëshmuar aq shumë transformime në muajt e fundit. E dini, tha Teuta, duke thyrë një heshtje soditse, unë dikur i shija këto kopshte dhe shija vetëm për sosmërinë sipërfaqësore që Arbeni insistonte të mbante. Tani, kur i shoh mundësi. Shoh një vend ku njerëz real mund të gjejnë paqe dhe përtëritje. Drita ju bashkua atyre në balkon, duke mbajtur një letër. Zonja Teuta, erdhi kjo për zonjushën Lulieta. Lulieta e mori zarfin me kuriozitet dhe e hapi, duke e lexuar shpejt përpara se të buzëqeshte gjerësisht. Është nga universiteti, njoftoi ajo, duke mezi përmbajtur emocionin. Jam pranuar në programin special përgatitor. Nëse i mbaj notat e mia, do të kem një vend të garantuar në degën e drejtësisë vitin e ardhshëm. Teuta ju afrua Lulietës dhe e përqafoi fort. Nuk dyshova kur se do t'ja dilje. Ti ke vendosmërinë dhe inteligjencën e nevojshme për të pasur sukses në çdo gjë që zgjedh. Dhe kur të diplomohesh, shtoi Valbona, shpresojmë të konsiderosh të punosh me ne në fondacion. Do të kemi nevojë për avokat të përkushtuar që e kuptojnë vërtet misionin. Lulieta ndjeu lot mirënjohje e ti mbushnin syt. Do të ishte një nder të punoja me ju. Më shumë se një nder, do të ishte një ëndër e realizuar. Atë natë, pasi drita u tërhoq dhe Valbona shkoi në dhomën e saj, Teuta dhe Lulieta mbetën vetëm në bibliotekë. Teuta po organizonte disa libra që planifikonte t'i dhuronte për bibliotekën e fondacionit, ndërsa Lulieta po studionte për provimet e saj përgatitore. Lulieta, tha Teuta butësisht, është diçka që dua të ta jap. Ajo hapi një sirtar të tavolinës së saj dhe nxori një kuti të vogël kadifeje. Brenda ishte një unas delikate me një gur blu që shkëlqente butësisht në dritën e abazhurit. Kjo unas i ka përkasur nënës sime dhe gjyshes sime përpara saj. Gjithmonë i është kaluar vajzës më të madhe të familjes, por unë nuk pata kur fëmijë. Dua që ta kesh ti. Lulieta mbeti pa fjalë, duke parë Gjevahirin që qartësisht kishte vlerë sentimentale të paçmueshme. Zonja Teuta, unë nuk mund ta pranoj këtë. Është shumë e vlefshme, shumë e rëndësishme për familjen tuaj. Lulieta, ti u bëre pjesë e familjes sime në një mënyrë që shkon shumë përtej gjakut apo martesës. Ti më tregove se çfarë është guximi i vërtet dhe dua që të kesh diçka për të kujtuar gjithmonë forcën tënde. Me duar që i dridheshin, Lulieta e pranoi unazën duke e vendosur në gishtin e saj. Ishte pak e madhe, por ajo e dinte se mund ta rregullonte. Premtoj se do ta nderoj këtë dhuratë duke qenë gjithmonë njeriu që ju besoni se unë mund të jem. Ti je tashmë ai njeri e dashur. Ke qenë gjithmonë. Më vonë atë natë, ndërsa Lulieta po përgatitej për gjumë në dhomën e saj, një hapësirë që Teuta kishte këmbëngulur ta rinovonte plotësisht, ajo pa nga dritarja kopshtet e ndriçuara nga hëna. Në pak muaj, jeta e saj kishte ndryshuar në mënyra që ajo nuk mund t'i kishte imagjinuar kurrë. Nga një vajzë e re e heshtur dhe e padukshme, ajo ishte bërë një studente premtuese me një të ardhme të ndritur përpara. Më e rëndësishmja, ajo kishte zbuluar se kishte një zë që meritonte të dëgjohej dhe guximin për ta përdorur kur ishte e nevojshme. Mëngjesin tjetër, Lulieta u zgjua me zhurmën e zërave të gëzuar që vinin nga kopshti kryesor. Ajo u vesh shpejt dhe zbriti për të parë, duke gjetur Teutën, Valbonën dhe dritën duke mbikëqyrur arritjen e një furgoni të ngarkuar me furnizime për fondacionin. Lulieta, thiri Teuta, duke i bërë shenjë të bashkohej me grupin. Arritën donacionet e para për fondacionin. Mobilje, rroba, libra, gjithçka që na duhet për të filluar. Lulieta ndihmoi në shkarkimin e furnizimeve, duke ndjerë një energji infektuese në ajër. Ky ishte fillimi i diçkaje shumë më të madhe se sa çdonjëra prej tyre kishte imagjinuar fillimisht. Rreth mesditës, avokat Bujari erdhi për një mbledhje mbi aspektet ligjore finale të fondacionit. Ai solli me vete lajme që i befasuan të gjitha. Zonja, kam kënaqësinë t'ju informoj se historia juaj ka frymëzuar disa donacione domethënëse nga njerëz që dëgjuan për fondacionin përmes kronikës së Besnik Shalës. Kemi fonde të mjaftueshme jo vetëm për të operuar për 2 vite, por edhe për të zgjeruar shërbimet tona shumë më shpejt se sa ishte planifikuar. Teuta u emocionua. Kjo do të thotë se do të mund të ndihmojmë shumë më shumë gra se sa mendonim. Saktësisht.
Dhe është edhe një gjë tjetër, avokat Bujari Buzqeshi. Një universitet privat në Tiranë ofroi një partneritet për të krijuar një program praktikash ligjore specifike të fokusuara në të drejtat e grave. Studentët e drejtësisë mund të punonin me fondacionin si pjesë e formimit të tyre praktik. Luljeta ndjeu zemrën t'i rritë fort. Kjo do të ishte e përsosur për kur të jem në universitet. Mendimi im saktësisht, tha Teuta, duke i buzëqeshur Luljetës. Kur avokat Bujari u largua, 4 gratë u ulën në dhomën e ndenjes për të diskutuar hapat e ardhshëm. Atmosfera ishte e ngarkuar me pritshmëri dhe shpresë. E dini, tha Drita, duke thyer një moment heshtjeje, kur fillova të punoja në këtë shtëpi 15 vite më parë, kur nuk e imagjinova se do të isha duke ndihmuar në administrimin e një fondacioni për gratë në situatë të vështirë. Dhe unë kur nuk e imagjinova se do të isha duke planifikuar të studioja drejtësi, shtoi Luljeta. As unë nuk e imagjinova se do të divorcohesha dhe do të krijoja një organizat jo fitimprurse, qeshi Teuta. Jeta ka mënyra interesante për të na çuar atje ku duhet të jemi. Valbona pohoi. Babai thoshte gjithmonë se transformimet më të mëdha vijnë nga momentet më të vështira. Besoj se ai do të ishte krenar të shihte se si e transformuat diçka aq të dhimbshme në një forcë për të mirën. Atë mbrëmje, ndërsa organizonin detajet e fundit për hapjen zyrtare të fondacionit në javën e ardhshme, Luljeta reflektoi mbi atë se si jeta e saj kishte ndryshuar. Nga një vëzhguese e heshtur e dramave të tjerëve, ajo ishte bërë një pjesëmarrëse aktive në krijimin e zgjidhjeve. Zonja Teuta, tha ajo, ndërsa ndihmonte në organizimin e arkivave të fondacionit, a mund të bëj një rrëfim? Sigurisht, e dashur. Her pas here pyes veten se si do të kishte qenë sikur të mos kisha gjetur guximin për të vepruar atë ditë. Sikur të kisha vazhduar thjesht duke u hequr sikur nuk shija atë që po ndodhte. Teuta ndaloi atë që po bënte dhe u kthye nga Luljeta. Por ti e gjete atë guxim. Dhe kjo bëri të gjithë ndryshimin, jo vetëm për mua, por për të gjitha gratë që fondacioni do t'i ndihmojnë në të ardhmen. Unë vetëm shpresoj të jem gjithmonë në lartësinë e kësaj përgjegjësie. Luljeta, përgjegjësia nuk është të jesh e përsosur. Është të jesh e pranishme, të jesh autentike dhe të bësh atë që është e drejtë kur ka rëndësi. Ti tashmë e ke vërtetuar se i ke këto cilësi. Atë natë, të 4 gratë darkuan së bashku në dhomën e ngrënies kryesore, një traditë që kishin zhvilluar muajt e fundit. Biseda rodhi natyrshëm mes planeve për fondacionin, studimeve të Luljetës dhe kujtimeve të përbashkëta të sfidave që kishin të i kaluar së bashku. Është diçka që do të dëshiroja t'ju thosha të gjithave ju, tha Teuta, duke ngritur gotën e saj me ujë. Kur isha në momentin tim më të errët, besoja se jeta ime kishte mbaruar. Se isha bërë e parëndësishme, e padukshme, pa vlerë. Ju më ndihmuat të zbuloj se isha thjesht në mes të një transformimi që do të më çonte te diçka shumë më e madhe se sa isha më parë. Ajo pas secilën prej tyre individualisht. Drita, besnikëria dhe mençuria jote më dhanë stabilitet kur gjithçka po shembej. Valbona, dashuria jote e pakushtëzuar më kujtoi se kush isha përpara se të humbisja në pritshmëritë e të tjerëve. Dhe Luljeta, guximi yt më frymëzoi të gjeja forcën time përsëri. Lotët rodhen lirshëm në fytyrat e të 4 grave, por ishin lot mirënjohjeje dhe shprese, jo trishtimi. Ne jemi një familje tani, vazhdoi Teuta. Jo një familje tradicionale, por një familje e zgjedhur, e bashkuar nga përvojat e përbashkëta dhe dashuria e ndërsjell. Dhe së bashku, do të vazhdojmë të bëjmë ndryshimin në jetën e njerëzve të tjerë që kanë nevojë për shpresë. Ato ngritën dolli për këtë familje të re, për këtë jetë të re dhe për mundësitë e pafundme që shtrieshin përpara tyre. Më vonë, ndërsa shtëpia po bëhej gati për natën, Luljeta u gjend edhe një herë në balkon, duke parë kopshtet që ishin bërë skena e aq shumë transformimeve. Unaza e familjes që Teuta i kishte dhënë shkëlqente butësisht në gishtin e saj, një kujtesë e vazhdueshme se ajo nuk ishte më e reja e padukshme që kishte mbërritur aty vite më parë. Ajo ishte Luljeta, studente, avokate e ardhshme, mbrojtëse e të cenueshmëve dhe anëtare e vlerësuar e një familjeje që kishte zgjedhur dashurinë mbi frikën, të vërtetën mbi konveniencën dhe guximin mbi vetëkënaqësinë. Dhe ndërsa yjet u shfaqen në qiellin e natës mbi vilën që tani vërtet meritonte të quhej shtëpi, Luljeta e diti me siguri se rrugëtimi i saj sapo kishte filluar. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Teutës dhe Luljetës t'i ketë prekur zemrat tuaja ashtu siç preku tona.
Ky rrëfim për guximin, drejtësinë dhe për të rritjen na kujton se të gjithë kemi fuqinë për të bërë ndryshimin në jetën e dikujt. Nëse kjo histori ju ka frymëzuar, mos harroni të lini një pëlqim, të regjistroheni në kanalin ton dhe të ndani në komente reflektimet tuaja mbi guximin dhe transformimin. Çdo ditë sjellim histori që eksplorojnë kompleksitetin e jetës njerëzore dhe fuqinë e shpresës. Mos i humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, së bashku do të vazhdojmë të eksplorojmë rrëfimet që na bëjnë të rritemi si njerëz. Deri në historinë e ardhshme.